Ja pse trëmbemi ndonjëherë në gjumë, arsyeja do ju shokoj. Nëse ju duket sikur po bini nga shtrati dhe trëmbeni papritur në gjumë, me shumë mundësi keni përjetuar atë që quhet si shkundje hipnike. Gjithashtu, një sindrom e tillë ndodh kur muskujt tuaj zakonisht ato të këmbës kontraktohen në mënyrë të pavullnetshme. Megjithatë, mos u shqetësoni, rreth 70% e njerëzve përjetojnë një gjë të tillë. Sipas profesorit të shkencave të gjumit, ka thënë se kjo është një simptom e sistemit tonë aktiv fiziologjik që bie në qetësi, duke kaluar nga një proces aktiv në një gjendje relaksimi dhe paralizë të mundshme të trupit. Për të parandaluar një gjendje të tillë, duhet të ndaloni përdorimin e stimulantëve që e bëjnë trupin të luftojë gjumin, si për shembull kafeina dhe ushtrimet intensive që ju mund të keni bërë në mbrëmje.